loj, edhe ta godasësh se të shep në gjumë, po nuk ta thot drejt për drejt, po ta thot i bi kështu. Dhe prandaj unë atë e bëra, që të t'jap ty sinjalin, që goce mos e mësë seriozisht ato që thot ai, sa i ta bën kacile, sa i do ty. Po. Direkt. Po, mjeri, po. Ke shumë të drejt. Ti, Robert, dajte pa... E kuptoj atë që aje do, se do me punë. Si është e vërteta e debulesës tënde ndaj Brikenës dhe miqësisë tënde me Juelën? Qofse i ven... E ka shpjegu? E kam shpjegu mirë, të mje shumë qartë. Me hedhje në pishinë. Nuk dhe përgjigje? Përgjigje ishte. Pishina pra. Unë e di, unë e di. O mos ti se kuptove? Jo. O zemra. Janë mesazhe subliminale këto. Qetësoni. Këto janë thjesht Robert i flet gjithmonë me mesazhe subliminale dhe miri. Qetësoni. Kanë këtë lloj metodë komunikimi. Këtë do të më shpjegoj, bukur fare. Atëherë. Unë e di dhe e kuptoj shumë mirë pse e bën ai atë lloj provokimi. Provokimi është grek këtë me demek që i flet bukur asaj të mirë e ti e kështu. Edhe me demek sikur po dur ty. Ndërkohë është e kundërta, të provokon ty që bjeri kësaj se... Karikon. Këtu e ke, për të karikon. Tani, unë këta e di shumë mirë.